Bismarck Charles ishte i përzgjedhur i Vllaznisë për të dalë në konferencën e zakonshme për shtyp në prag të përballjes me Partizanin. Sulmuesi i kuqebluve deklaroi se skuadra është e motivuar maksimalisht për të vijuar ecurim pozitive. Besoj që jam gati dhe do dalim në fushë për të dhënë maksimumin. Jam shumë i fokusuar. Kam premtuar që do shënoj 20 gola në sezon, por fatkeqësisht dëmtimet më kanë penalizuar. Tani fokusi im është të shënoj këto gola dhe të ndihmoj ekipin. Jemi më të motivuar dhe po rikthehemi në formën e mëparshme. Kemi objektivat tona dhe duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Fitoria ndaj Partizanit është e domosdoshme për të vazhduar me këtë ritëm. Ndihem shumë mirë në Shkodër dhe gjithçka po shkon mirë. Bismarck pranoi se dëmtimet e kanë penguar në vazhdimsi, por theksoi se është në fazë rikthimi dhe beson se ky sezon mund të jetë vendimtar për Vllaznin. Sulmuesi ganez foli gjithashtu edhe për të ardhmen e tij. Jam duke u rikthyer gradualisht në formën time më të mirë. Nuk kam pasur shumë minuta deri tani, por besoj se do t'i marr dhe do rikthehem si më parë. Ky sezon është më i fortë se i kaluari. Jam i lumtur që kam zgjedhur Vllaznin. Është një ekip me karakter dhe ambicie. Shpresoj që ky të jetë viti ynë. Duhet t'i marrim ndeshjet hap pas hapi si finale. Nuk po mendojmë për titullin kampion, por vetëm për ndeshjen e radhës. Do të ishte problem nëse nuk do i marrim ndeshjet një nga një. Sa i përket të ardhmësime, për momentin nuk e di se ku do jem. Do ta shohim. Vllaznia Partizani pritet të jetë një përballje vendimtare për ecurinë e kuqebluve, e cila do të luhet pasditën e së shtunës, duke nisur nga ora 16:30 në stadiumin Loro Boriçi.